44 vite pas demonstratave studentore, profesori dhe publicisti Bajram Kosumi sjell librin Revolucioni 1981. Autori, si një nga organizatorët e demonstratave, në këtë libër rikthen kujtesën kolektive të gjithë shqiptarëve të asaj kohe. Profesori Kosumi tha se ky libër është i vonuar për politikën, por për historinë është koha e duhur, sepse pas një kohe të gjatë, faktet historike shikohen më me objektivitet. Për histori nuk është vonë, është koha e duhur, sepse faktet historike shikohen më me neutralitet dhe ma thellësisht mas një periudhe të gjatë. Edhe pse këtu nuk plotësohet një kusht për 81-shin, sepse ende nuk janë hapur arkivat dhe nuk e dim sakt krejt çka ka në dokumentet. Por, ajo që unë kam bërë në këtë libër, tash për historinë, është një vështrim jo krejt personal. Edhe pse një kapitulli 2 është personal, është rrëfim, narracion se çka kemi bërë në 81-shin. Tutje, profesori Bajram Kosumi në lidhje me heshtjen apo mos ekzistencën e reagimit nga shtresat elitare shqiptare në atë kohë, tha se kishte një pjesë të elitës shqiptare që besonte në Jugosllavi pas ardhjes së komunizmit në Kosovë. Ka qenë një pjesë e elitës shqiptare që ka besuar te Jugosllavia. Dhe unë e shoh këtë dëmin më të madh që ja ka sjell komunizmi jugoslav shqiptarëve është pikërisht kjo. Sepse Jugoslavia ka pas Kosovën edhe para komunizmit, por shqiptar nuk kanë besuar te Jugoslavia. Edhe partia Xhemiet nuk ka besuar te Jugoslavia. Kosumi theksoi gjithashtu se 99% e organizatorëve të protestave vinin nga fshati, pasi fshatarët kishin qenë më autonom ekonomikisht karshi sistemit jugoslav. Për dallim, fshatarësia në Jugosllavi ka pas toka. Fshatari ka pas tokën, ka pas 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar dhe fshatari shqiptar ka qenë më autonom ndaj Jugosllavisë dhe ndaj komunizmit në pikpamjet e veta politike. Publicisti dhe profesori Faton Ismaili tha se libri Revolucioni 1981 sjell fakte dhe ofron atë që institucionet dhe institutet nuk e kanë bërë deri më tani. Revolucioni 81 na kthen të faktet, të reflektimi për në mënyrë kritike, të njimi me të kaluarën për ta kuptuar më mirë të tashmen dhe ndoshta edhe të ardhmen. Ajo që është dashur ta bëjnë institucionet dhe institutet, profesori Kosumi e ka realizuar vetë në mënyrë origjinale dhe pa zhurmë. Në libër, autori sjell mënyrën se si janë organizuar demonstratat e vitit 1981 dhe analizon ndikimin që ato kanë pasur në proceset politike dhe kulturore në Kosovë, në Jugosllavi, Shqipëri si dhe në rënimin e komunizmit sovjetik. Libri i kushtohet organizatorëve dhe pjesëmarrësve, etërve dhe nënave të tyre, grave, vajzave dhe fëmijëve të vegjël, të cilët ishin të përfshirë në zhvillimet e viteve të 80-ta.